Palmers Green, veriu I Londrës, është bërë një shtëpi e dytë për shumë familje dhe sipërmarrës shqiptar. Në këtë video do bëjmë një shëtitje në zonë për të zbuluar bizneset shqiptare që I shërbejnë komunitetit me pasion, punë të palodhur dhe krenari. Nga ushqimi dhe mikpritja të shërbimet lokale, këto biznese janë më shumë se sa thjesht dyqane. Ato janë vende ku kultura, tradita dhe komuniteti bashkohen. Ndalesa jo në parë është tek Visis Authentic Albanian Restaurant. Ky restorant ka fituar zemrat e komunitetit duke ofruar gatime autentike shqiptare të përgatitura me kujdes dhe krenari. Nga byreke të shishem, të brinjit buta, të ushqimi këtu njihet për shije të vërtet dhe shërbime cilësore. Atmosfera ngrohtë dhe mjekëprisëse bën çdo vizitë këndshme dhe stafi professional siguron të gjithë të ndjehen si në shtëpi. Qoftë për një drekë familjare apo për një takim me miq, Visi është vendi ideal për të shijuar kuzhinën shqiptare. Dhe këtu dy fjalë, me qenë se sot kam marrë me vete edhe vajzën për të parë komunitetin shqiptar, do të thoj dhe kjo dy fjalë për arsye se Visis Restaurant I pëlqej shumë. Hello everyone, my name is Sophia and I am 8 years old. I helped my dad film this video around Palmers Green. I had fun helping with the camera and visiting Albanian businesses from our community. Palmers Green is like a second home for many Albanian families, and I am happy I could help sharing these special places. I hope you enjoy watching. Thank you again and enjoy. Visis is an Albanian coffee shop that makes exquisite coffees and delicious tea and hot chocolates. And on the food side, Visis have meat, salads, pasta, sides, breakfast and soup. And special thanks to Bobby for making this possible.